Lythat mund të shfaqen papritur në lëkurën tonë dhe të përhapen me shpejtësi nëse nuk trajtohen me kujdes, shpesh të padëmshëm, por shpesh edhe shqetësues nga ana estetike. Mjekja dermatovenerologe Mirsa Stankaj na shpjegon se çfarë janë lythat dhe si shkaktohen ato. Lythi në vetvete është një infekcion viral, virus. Human papilloma virus është në origjinën e lythave. Pra mund të janë 100 tipe të viruseve, janë një grup i caktuar i këtyre viruseve që qarkullon në lëkurë dhe prek lëkurën, shfaqen lythat. Por në origjinën tonë, ne normalisht nuk mundana me thënë që janë të trashëgume, sepse lythi nuk trashëgohet, por merret, është smundënjitse. Pra ngjitet nga një person në tjetrin. Kontakti me lëkurë e bën që të fillojnë lythat. Por si mund t'i heqim lythat? Parësi të tipit lythet përcaktohet edhe trajtimi. Nuk mund të themi që është një trajtim i veçantë, se mundet me kenë vetëm me mjekimin me pomadë, apo solucione, me acide, ose me mjekimin me azot të langshëm. Por raste që ti mundohesh me i trajtu në një profil të caktuar për shkak vetëm me solucion, por nuk ka ik, se po si iku rranja e lythet, normalisht ai rigjenerohet prap dhe shtohen dhe shkon më shumë se sa ka kenë. Trajtimi i lythave është shumë i rëndësishëm, ato janë një kërcënim i heshtur i trupit nëse nuk trajtohen me kujdes.